Në Shqipëri është bërë zakon që çdo mas të paketohet si reformë, e madje të thuhet se është kërkesë nga BE-ja, edhe propozimi për ndarjen e re territoriale dhe administrative nuk i shpëtoi hileve të politikës së vjetër, ku vëmendjen po e merr numri i bashkive, duke i bishtnuar thelbit të problemit. Nuk ekziston asnjë kërkesë e BE-s që lidhet me madhësinë apo numrin e bashkive në Shqipëri, sepse kjo është çështje e brendshme. BE-ja kërkon që Shqipëria të fuqizojë demokracinë vendore, kapacitetet dhe burimet financiare, pasi njësitë vendore janë garantuesit e standardit evropian në jetën e përditshme përmes ofrimit të shërbimeve. Një reformë e vërtet duhet të hap një debat mbi çështjet themelore të qeverisjes vendore, që janë çështje të demokracisë dhe pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje. Pas ndarjes territoriale të 2015-s, bashkitë u bën më të mëdha, por kompetencat u rrudhën. Raporti i qendër-periferi u shpërfjell. Kjo solli edhe braktisjen e zonave të caktuara të vendit. Raporti i bashkive me komunitetin uzbe, Tirana dhe bashkitë në vijën bregdetare tregojnë se si asetet më të çmuara dorëzohen nga lart tek një grusht njerëzish, ndërsa qytetarët informohen kur vendosen gardhet dhe mbërrin betonieret. Planifikimi urban, administrimi i ujësjelljes kanalizimeve, mbetjeve, plazheve, zonave të mbrojtura apo funksioneve të tjera ushtrohen kryesisht nga lart. Kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiak trajtohen si zgjatimi i qeverisë dhe jo si të zgjedhur të popullit. Sfida nuk është numri i bashkive, por kalimi i pushtetit nga zyra e kryeministrit drejt të zgjedhurve vendor. Shpenzimet publike që administrohen nga pushteti vendor në Shqipëri si përqindje e totalit të financave publike mbeten dukshëm më të ulta se mesatarja e vendeve të BE-s. Pa burime financiare dhe pa kompetenca, nuk mund të gjykohet efektiviteti i një bashkie. Para se të ndryshohen kufit administrativ, duhet të rishikohet modeli i financimit të pushtetit vendor. Shqipëria ka nevojë për një politikë të zhvillimit vendor dhe rajonal. Pjesa më e madhe e popullsisë dhe aktivitetit ekonomik përqendrohet në Tiranë dhe përreth saj. Zonat e tjera, në rastin më të mirë, përfitojnë nga turizmi sezonal, por nuk arrin të krijojnë ekonomi të qëndrueshme dhe shërbime publike që u japin qytetarëve mundësinë të ndërtojnë jetën në zonën e tyre. Çdo reformë mbështetet mbi disa kritere. Cilat kritere janë përdorur për shkrirjen e disa bashkive, ndërsa të tjera me karakteristika të ngjashme mbeten të pandryshuara? Një reformë me ndikim kaq të madh tek njerëzit duhet të jetë shtet konsoliduese dhe me mirëkuptim të gjerë politik dhe shoqëror. Para se të ndërmerret një tjetër riorganizim, duhet të tregohet qartë se përfitimet afatgjata të kalojnë kostot, se problemet ekzistuese nuk mund të zgjidhen përmes reformimit të kompetencave, financimit dhe organizimit institucional pa ndryshuar kufit administrativ. Bashkia nuk është vetëm një njësi administrative, ajo përfaqëson identitet historik, kulturor dhe social. Nëse komunitetet nuk konsultohen realisht, por veç formalisht, siç tregojnë reagimet dhe protestat në disa zona të vendit, qytetarët do të ndihen të anashkaluar dhe do ta perceptojnë reformën si të imponuar nga lart. Mënyra se si do të veprohet më tej me ndarjen territoriale do të përcaktojë edhe kufirin e Shqipërisë së re, pasi do tregojnë nëse politika ka nxjerrë mësim nga protestat e muajve të fundit, të cilat kanë të bëjnë me atë se kush dhe si merren vendimet në emër të popullit. Një nga vendimet e para të kryeministrit të sapo zgjedhur britanik ishte kalimi i pushtetit nga qeveria në drejtim të bashkive. A është ky një mësim për ne shqiptarët? A është praktika e laburistëve një udhërfyes edhe për socialistët shqiptar? Shqipëria ngjan me një njësi administrative ku pushteti është i përqendruar tek zyra e kryeministrit. Çdo politikë e re duhet jetë e kundërt me përqendrimin e pushtetit, duhet të synojë komunitetet. Shqiptarët duhen dëgjuar për mënyrën se si e shohin të ardhmen, aty ku jetojnë dhe të vendosin për të. Referendumi duhet konsiderohet për ndryshime me ndikim të tillë. Demokracia vendore duhet jetë një shtyllë e rëndësishme e Shqipërisë së re. Shqipëria ka nevojë për një reformë të vërtetë që kalon pushtetin nga lart poshtë, nga qendra në periferi, për të ndërtuar një politikë të zhvillimit vendor dhe rajonal. Vetëm kështu shqiptarët do ndihen të kuptuar, të parë, të respektuara në kënd Shqipërisë.